Është e pasigurt nëse vendi do të vazhdojë ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski rikujtoi se nga vendet e NATO-s, Maqedonia është e katërta në radhë sipas ndihmës në pajisje të ndryshme dhe shtoi se qeveria aktuale tashmë ka ndarë një pako ushtarake. Megjithatë, theksoi se tani po shihet mundësia për zgjidhje paqësore. Но сега во овој период се смени наративот, знаете, во и геополитиката во светот и она што вчера можеше да се слушне, навистина за поздравување дека на масата е предлог за мир, се разговара за мир и ние сме промир држава. Misajlovski theksoi se Maqedonia qëndron pas propozimit për zgjidhje paqësore dhe është i kënaqur që edhe krerët evropian i mbështesin bisedimet, të cilat i filloi administrata e re amerikane e Donald Trump. Ministri përsëriti se në tokën ukrainase ushtarë të Maqedonisë nuk do të ketë, por nuk e përjashton këtë mundësi për në të ardhmen. Дали македонски војници ќе има на украинско тло нема да има. Но дали по завршување на ова мирно решавање и потоа потребата за било каква помош или мировници така натака во било каква форма или слично, пред треба да го видиме како побарување на што се мисли и така натака, бидејќи различни земји имаат различно размислување. Çështja për vazhdimin e ndihmës së re eventuale për Ukrainën u ngrit javën e kaluar kur nga Ministria e Punëve të Jashtme brifuan se do të mendojnë për këtë çështje. Dilema filloi pasi që SBA-t e ngri ndihmën ushtarake pas grindjes mes presidentëve Zelenski dhe Trump, ndërsa nga vendet evropiane vendimin e Washingtonit e mbështetën vetëm Hungaria dhe Slovakia, tani pasi që Kievi u pajtua për ndërprerje një mujore të veprimeve ushtarake, SBA-t paralajmëruan vazhdim të ndihmës ushtarake.